Një aksident tragjik i ndodhur mbrëmjen e së hënës në vendin e quajtur Stom Golem në Shkodër i mori jetën 2 të miturve që po udhtonin një motor. Fillimisht në vengjarjen të rrohet 16 vjeçari, ndërsa mbeti i plagosur rënd shoku i tij 13 vjeçar. Ky i fundit me gjithë përpjekjet e bluzave të bardha nuk i mbijetoi plagëve të marra dhe mbylli syt mëngjesin e së martës në spitalin rajonal të Shkodrës. Pasi humbën kontrollin e mjetit, 2 të miturit janë përplasur me murin ansor, çka ka rezultuar fatal si aksident. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për sqarimin e rrethanave të këtij aksidenti. Viktima 13 vjeçar Fabian Shpati ishte një ri talentuar që të mërkurën do të nisej bashkë me shokët e ekipit drejt Italisë për të marrë pjesë në një turne që zhvillohet atje. Futbollisti i vogël i ekipit Delnia Shkodrane ishte një nga talentet e reja që me ikjen para kohë nga kjo jetë la një poshllëk dhe pikëllim të madh edhe tek skuadra e tij. Në rrjetin social Delnia Shkodrane shkruan: "Sot zemrat tona janë të thyera. U nda nga jeta shumë herët në moshën vetëm 13 vjeçare Fabian Shpati, një djaljar dhe futbollisti i talentuar i ekipit U13, një ëngjëll në fushë gjithmonë me buzëqeshje, pasion dhe shpirt gare. Ike jote parakoshme na kalon pa fjalë, por kujtimi yt do të jetojë gjithmonë në zemrat tona. Po shofsh në paqe Fabian, fushat e parajsës tashmë ka një kampion më shumë. Lutje për shpirtin tënd dhe ngushëllime të sinqerta familjes Shpati dhe të gjithë miqve e shokëve."